jam sot tonë në emër të organizatës e veteranëve dhe pasardhëve, organizatës e familjeve të dëshmorëve dhe shoqatës ushtarake për të përkujtuar 81 vjetorin e rënies së dëshmorit Adem Zeneli. Por më tutje, vargjet e mia vazhdojnë. Kuksi i vjetër si gjithë rrethi nxori djemt që dolën malit, një ndërto Adem Zeneli zbotoi fjalën e Babilazit. Mbaroi atëherë shkollën unike që për fat e pati në Kukës, boll mirë ai e dinte se do të ketë përpjekje udhës. Dhe pse e ri, por tregoi se guerilasit me shokët e tij asnjë ditë ai s'pushoi rrugë me rrugë e shtëpi me shtëpi. Në Kukës së vjetër filloi punë në post telegraf, gjermanët i ranë në gjurmë bën çmos për ta kapë. E burgosën këtë trim e rrahën e torturuan, por Ademi mirë dinte dhe asgjë nuk zbuluan. Për i Kuksi e transferojnë në veri atje në Tropoj, jo vetëm që gjë nuk zbulojnë, por i la me gisht në gojë. E gjën mënyrën të lirohet, por tani me shumë urrëtie, brigadës e 5 i bashkohen moshatarët e morën me vete. E lagruan me 2 djemë në vendinje Kukës së vjetër, por ato të lirë të jenë për liri s'ka rrugë tjetër. Në Tetov, të luftu për çlimin e Kosovës, plumat trupin kanë përshkru, por secili zanën e gojës. Mori plagë të pasherueshme dhe sollën në Tiranë, atë një mars të përballueshëm i paharruar ka për qanë. Do t'jetë një vepër la me gjak që familja e djemt e tij, kaq sa vite e deri tash do ta kenë gjithmonë lavdi. Dhe si që ka zakon malsori, Adem ashtu do përsëritet dhe ky emër i dëshmorit do i afrohen më shumë vitet. Është një shembull që tregon dhe sot më shumë se kurrë populli i Kukësit i përtrin gjithë ata që janë burr.